Të dashur shqiptar kam vendosur të tregoj shënimet origjinale të zotit Neritan Ceka në punimet e tij shkencore për Byllisin. Janë të përkthyera në anglisht dhe në shqip, shikoni vetë, gjykoni vetë, çfarë kuptimi kanë, nxirrni konkluzionet tuaja vetë, pas një paragjykim. Ta fillojmë këtë kryqëzat shqiptare, këtë revolucion intelektual. Të dashur shqiptar, sot do ta mësoni përfundimisht se çfarë gjuhë flisnin ilirët. Ky tekst është në shqip kështu: Këshilli i përbashkët i Byllionëve e nderon Krisonin, birin e Saburtios, molos nga Kuesta, për shkak të virtytit dhe mirëdashjes që ka treguar ndaj tyre, dhe Athenogjeni e bëri këtë mbishkrim. Pra, këtë mbishkrim e ka bërë një njeri nga Athina. Pra në helenisht Genos do thot i lindur dhe Atheno do thon nga Athina. Pra një njeri me origjinë nga Athina është Athenogenos. Është emër ky shqiptar, si mendoni ju, apo emër kinez, apo emër korean, apo emër grek, si thoni, çfarë emri është ky? Tani të shikojmë hap pas hapi të përkthyer të këtij mbishkrimi. Pra shprehja e parë është byllionon to koinon. Është në rasën gjinore shumës në helenisht. Gjithmonë, koinon është një emër në rasën gjinore shumës, bashkësi, dhe kërkon që emrin e qytetit ta nxjerrë në shumës gjithmonë. Pra kur shikoni emra në numrin shumës gjinore, këta janë gjithmonë emra grek. Pra ilirët flisnin një greqishte të pastër, o drilonas. Pastaj shkrimi vazhdon kështu: Krisona Saburtiu moloson Kueston. Pra në shqip është Krisonin, bir të Saburtios molos nga Kuesta. Kjo është fjali e pastër greke. Pastaj rreshti tjetër: Aretas eneken ke eunojas. Në shqip, për shkak të virtytit dhe mirëdashjes. Kjo është një frazë tipike në mbishkrimet greke. Dhe në fund, nënshkruesi i mbishkrimit është Athenogenes epoise, që do të thotë Athenogeni e bëri këtë mbishkrim, këtë statuj. Pra skulptori quhet Athenogenos. Pra ky është emër i bukur i lirë. Pelazg, quheni si doni ju, korean, kinez, japonez, por kjo është gjuhë greke, kjo ilirishte, një greke e pastër të dashur shqiptar. Është dhe përkthimi në anglisht, që ta shikojë gjithë bota, jo vetëm ju. Pra këtu është përkthimi në anglisht. Dhe ky është origjinali në ilirisht. Dhe ku është gjetur kjo? Është gjetur, të dashur shqiptar, në Byllis. Kjo është gjuha ilire, a kuptuat? Çfarë gjuhë është kjo? Pra situata është kaq dramatike që ka ndodhur dhe po ndodh akoma në Shqipëri, sa që kanë vendosur t'u nxjerr sekretet e Neritan Cekës, Hasan Cekës, Olgita Cekës, Mafia Ceka. Pra po ju sjell zbulimet e tyre të bukura, ato dizertacionet që kanë bërë ata dhe këto përkthime i kanë bërë, të dashur shqiptar, minoritarët. I kanë botuar këto përkthime në rrjetet sociale, minoritarët. Hasan Ceka ka punësuar minoritarët, ju ka paguar atyre një përqindje të vogël të fitimeve të mëdha që ka marrë nga fondi i Departamentit Amerikan për kulturën dhe të Bashkimit Evropian i ka caktuar këtë vit familjes Ceka 6 milion euro. A shikoni, është biznes. Është mafia shqiptare Ceka. Harojeni kryetarin e bashkisë, që është kalbur në burg. Në fakt të gjithë kryetarët e bashkive janë kalbur në burg. Harojeni ata janë kriminal ordiner. Kjo familje kriminale
e ka ushtruar këtë veprimtari anti-shqiptare që në fillimet e shtetit komunist e ka bërë këtë me ndërgjegje të plot. Ka marrë para nga shteti shqiptar komunist, ju ka thënë Enver Hoxhës, Mehmet Sheut, udhëheqës e Partisë Komuniste, që këto janë zbulime ilire, kjo është gjuha ilire, dhe na del që është gjuhë greke. Ilirët flisin greqisht. E kuptuat apo jo? Çfarë rreziku? Dhe grekët i duan këtë tokë, e kuptoni apo jo? Tani e kuptoni se sa të irrituar janë grekët, tani i kuptoni ngjarjet e Peshkëpisë. Tani e kuptoni 97-ën, kush e ka organizuar. Por shkaku është familja Ceka. Ata kanë gënjur komunistët ignorant që këtë janë bishkrime ilire. Kjo është greqishta e pastër, ilirishtja. Jo vetëm në Byllis, në Apolloni, në Dalmaci, në Kosovë është gjithashtu helenishta e pastër. Në çdo vendbanim, në Maqedoni është helenishta e pastër. Do më thënë, shqiptarët janë vrarë kot. Nuk është ky një turp i madh, janë derdhur lumen gjaku kot. Dhe shqiptarët thonë jemi pellask. Pellask do të thot grek, e kupton apo jo? O ti shqiptari driloni. Pra, ne jemi vetmi populli botës që na thon drilon, do të thot organ mashkullor, dhe ne mbajmë me krenari këtë emër. Pushtuesi në Iliris, Aleksandri i Madh, ne kemi vënë në lek. Leku është emri Aleksandrit të Madh, monedha shqiptare. Po ka popull të tillë në botë apo jo? Nuk ka. Jeni të bindur përfundimisht? Tani do sjellëm të gjitha zbulimet e familjes Ceka, do kënaqeni, do t'i lexojmë bashkë gjuhën e bukur ilire. Ju falenderoj për momentin dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.